Sot në orën 17 mbahet në qeshin Skënderbej protesta mbarkombëtare në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hag si të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në tubim pritet të mbajë fjalë ish-presidenti i Republikës Alfred Mojsiu për dalje BDI-s në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti. Nga Kosova drejt Tiranës do të nisë 60 autobus. Rruga e Kombit do të jetë pa pagesë për 24 orë. Deputetët e mazhorancës do ta mbështesin protestën. Partia Demokratike ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë. I vetmi që ka dalë nga rreshti i Berishës ishte Fatmir Mediu, i cili tha se do të jetë i pranishëm. Edi Rama dhe Albin Kurti janë përplasur me akuza një ditë më parë para protestës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që zhvillohet këtu në Tiranë. Lëvizja vetëvendosje del kundër tubimit dhe i kujtoi Ramës se ka qenë pro krimit gjykatës speciale, por kreu i qeverisë shqiptare jo përgjigj se kjo gjykatë u ngrit për të hetuar trafikun e organeve, duke akuzuar Kurtin se e do thacin për jetë në Hag. Debate edhe në kuvend dje, mazhoranca i kujton Berishës thyrjen e embargos së naftës për të furnizuar Serbinë. Gjykata kushtetuese pranoi kërkesën dhe deklaroi përfundimin e mandatit të antares Sonila Bejtja këtë vit, pra në 2025. Kërkesa e presidentit Begaj për shpalljen e vakancës ishte bërë që prej muajit janar, por është shqyrtuar vetëm një ditë më parë nga gjykata kushtetuese, sipas të cilës prevalon parimi i ripërtëritjes së pjesshme çdo 3 vjet me 1/3 e antarëve. Në respekt të këtij parimi, pritet të shikohen edhe mandatet e disa antarëve aktual të gjykatës kushtetuese. Në Shqipëri nuk do të njihet gjini tjetër përveç burr dhe grua. Për projekt ligjin shumë të debatuar dhe që nxiti reagime të shumta, mazhoranca ka bërë një hap pas. Me 22 amendamente, Partia Socialiste kërkon që të hiqen nga drafti termat gjithëpërfshirës dhe me gjithë diversitetin e tyre, të përmendura 19 herë në projektligjin aktual referuar gjinive. Çështja shkaktoi reagime dhe debate të shumta. Rreth 3 javë pas vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki në një vic të Tepelenës është vedorzuar në prokurorinë e Gjirokastrës i dyshori Kamber Sulçaj. 48 vjeçari i ka dhënë hetuesve edhe armën e krimit, pushkën e gjatë me plumba dhe tha se do të flasë për vrasjen në një moment të dytë në praninë të avokatit. Gjithçka nisi pas një sherrri me misht nga Tepelena të italianit për dritat e gjata të automjeteve. Pallati i Sportit Aslan Rusi do të ndërtohet në formën e një globi ku brenda tij përveç aktiviteteve sportive do të ketë edhe hotel, restorant, hapësira të gjelbra dhe ambiente të tjera rikthimi. Në konkursin ndërkombëtar, fitues për realizimin e projektit është shpallur një studio holandeze. Për kryeministrin Edi Rama, ky projekt do t'i rikthejë shkëlqimin e dikurshëm Pallatit të Sportit Aslan Rusi.